Kamet peng, a keni diçka një mungesë në atë ditë që ndoshta kishe pas dëshirë që me qenë pjesë e gjithë atij manifestimi? Po, absolutisht, unë thashë në fillim, ajo projekti ka filluar me presidentin Rugova dhe me luftën çlirimtare. Natyrisht se dy kolos të mëdhenj nuk ishin asnjëri as tjetri. Adem Jashari si komandant legjendar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe presidenti Rugova si person unikal në formatin e tij që kishte shpërthyer thjesht gjithë atë gëzhojë hermetike që ka qenë për mos dalë vërteta e Kosovës jashtë, dhe që kishte pas një mbështetje të jashtëzakonshme në nivelet të larta ndërkombëtare. Prandaj do të isha i kënaqur dhe besoj gjithë qytetarët e Kosovës që ata të ishin në vendet e tyre në rolin që kanë pas, por ishte fati historik i tyre deri në atë nivel asisoj, apo me atë shkollje në mëshim të njërit dhe të tjetrit, por ka mbet pjesa e obligimit shpirtënar që më ka ngarkuar thjesht dhe ka qenë një nga barët e mëdhaja që i kam përjetuar për përgjegjësinë time. Natyrisht një përgjegjësi edhe historike, duke pas parasysh qëllimin e popullit të Kosovës, shumicës shqiptare, por edhe komuniteteve të tjera me përjashtim të komunitetit serb që bënte aty këtu hezitime për integrim. Dhe natyrisht se kom dashur të njëjtën kohë që roli im, pa modesti mund ta them, të mbetet po ashtu gjurmë e rëndësishme në ecjet tona.